Иако цените на дериватите се во пораст, а градскиот превоз во Тетово е бесплатен за одредена категорија граѓани, тие ретко избираат да се движат со автобус, вела дека им е подобро со автомобил. Deri tash të them drejtën shumë rrallë, mirë po tash jemi të shqyrtu këtë çështje, domethënë me rritjen e çmimeve të naftës, mendojmë se do të ishte zgjedhja më mirë dhe më ideale. Budget pa vetur së më bëj kur gjë. Vën prap, shumë prap më bëj. Ma lehtë më vën me vetur. Valla jem për fshatë e une, e shfrytëzojmë të ku jemi në qytet. E shfrytëzojmë ku jemi në qytet, apo tash jem për fshatar jam. Jo. Се nuk kam nevojë. Најголеми корисници на јавниот превоз остануваат средношколците, додека граѓаните на Тетово продолжуваат да ги претпочитаат своите автомобили за движење. Директорот на јавното претпријатие Тетово Транспорт вели дека е потребно време новините да почнат да функционираат и се надева дека граѓаните ќе го користат повеќе јавниот превоз. Po, aktualisht do të thënë janë diku rreth 1500 kartela në shfrytëzim, do të thënë të transportit publik. Pjesa dërmuese janë në zonës të shkollave të mesme, ndërsa pjesa tjetër janë të shkollave fillore edhe të kartelave falas, të cilat janë në qarkullim. Tani, kriza energjetike e cila po shfaqet në gjithë botën, natyrisht edhe tek ne, nuk reflekton, domethënë, shumë në shfrytëzimin, në rritjen apo në zvoglimin e shfrytëzimit të transportit publik këtu në Tetov. Numri pasagjerëve parafërsisht është i njëjti, domethënë i cili ka qenë. За да се добие бесплатна картичка за јавен превоз, лицето треба да биде жител на Тетово и да ги има подмирено долговите кон општината.